Miq, do të flasim për një lajm tragjik që ka ndodhur ditën e djeshme në Vjenë. 4 persona kanë humbur jetën si pasojë e rrëzimit të një skele në një kantier ndërtimi. 3 prej të cilëve janë shqiptar nga Kosova, njëri paraprakisht viktima e katërt ende nuk është saktuar sipas autoriteteve, dyshohet se është nga Bosnia apo Novi Pazar, ende nuk kemi një saksim. Megjithatë, për fat keq janë 4 viktimat. Për momentin 3 shqiptarët që kanë ndëruar jetë për fat keq sipas portalit Info janë identifikuar si Pajtim Bajrami, Aslan Musliu dhe Istef Zekaj. Por për detajet, duke shprehur këshillimet familjarëve, për detajet e këtij aksidenti tragjik do të flasim me gazetarin kolegun Bepi Aliti në Austri në Vjenë. Zoti Aliti, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Një lajm i keq tragjik që i ka tronditur të gjithë shqiptarët që kanë mësuar prej mbrëmjes së djeshme. Por çfarë informacionesh ka aty? Si ka ndodhur? Informacione burimet zyrtare, por edhe ato mediatike që ende nuk janë konfirmuar. Shumica e informacioneve të cilat tani dihen, unë do të dëshiroja që të sjell disa informacione të cilat momentalisht nuk janë të publikuar apo të dhëna nga autoritetet. Do të shpalosi disa informacione nga disa portale austriake, fjala është, të cilat japin disa detaje nga disa persona të cilët kanë qenë ato afër. Ajo që është më rëndësishme është përshkrimi i ekipeve shpëtimtare në momentin e arritjes në vendin e ngjarjes. Punishtja ka qenë në një vend jo të përshtatshëm për të intervenuar ekipet e shpëtimit. Është dashur të largohen nga rrhiqe, është dashur të largohen ndyrë në mënyrë që t'i afrohen punishtes. E dyta, pra sipas paraprakisht kushtet nuk kanë qenë le hapësirë aty për shkelje. Sigurisht, fjala është për rrethinën e punishtes. Pjesa e dytë që është shumë interesante dhe është jo e mirë, ka qenë se punëtorët të cilët kanë punu poshtë, në fakt kanë bërë betonimin e pjesës së poshtme, ndërsa skelet komplet, do të thotë nga pjesa e përmend një lartësi mjaft e madhe, kanë rënë faktikisht mbita. Dhe në këtë mënyrë, ashtu siç përshkruhet, faktikisht i kanë varros në beton, do të thotë këta persona. Ekipet e shpëtimit kanë pas sfida të shumta për arsye se përpos largimit të skeleve, do të thotë të pjesës metalta, drasave, druve, është dashur në mënyrë urgjente që të nxirren të gjallë ose të vdekur në mënyrë që betoni mos të ngrihet dhe të mos të mbesin viktimat në beton. Kjo ka qenë diku rreth 2 orë gjysmë pas ekipeve shpëtimtare. Paramendoni përpos edhe me dur kanë hjek beton nga sipërfaqja ku janë munduar të i shpëtojnë këta persona. Faktikisht këta 3 persona të cilët i përmendëm me emër janë të konfirmuar, edhe i katërti është, edhe një është i lënduar rënd, ka thyrje të boshtit të kurrisit, ka lëndime në kokë dhe në pjesë të tjera të trupit. Sa i përket pyetja më shpesh që është duke bërë është siguria në punishte. Shikoni, në Austri ekzistojnë rregullat strikte të punës. Jo në punishte, por edhe si vizitor nëse hyn në një fabrikë, do thotë edhe nëse nuk ka asnjë rrezik për ndonjë lëndim, ti duhet patjetër të vishesh me rroba sigurie. Mirë po, askush askujt nuk mund t'i qëndroj gjithmonë mbi kokë dhe të shikon se çfarë po bën. Këto çështje të sigurisë mbeten çështje mbrëm deri në orën 23 të natës, kanë qëndruar ekipet e inspeksionit dhe ekipet e ndryshme për të shikuar dhe konstatuar shkaqet e rrëzimit të këtyre skeleve. Deri tani nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar, presim që në ditët e ardhshme të kemi informacione më të shumta se çfarë në të vërtetë ka ndodhur. Po paraprakisht bëhet fjalë për ishin punëtor, ishin pronar, pra shqiptarët që ndëruan jetë atje, ishin një kantier, domethënë provizor aty apo ishte një firmë që
Nuk është se ishte diçka pra një improvizim i momentit për ndërtimin për riparim apo ndërtim të një godine. Pra kemi të bëjmë me profesionist në këtë. Ende nuk ka informacion nëse kujt i takon firma, cila firmë është. Unë po flas vetëm në mënyrë zyrtare, do thotë larg konspiracioneve, dhe pritet që sot ose nesër të japën detaje më të shumta, do të ketë edhe një konferencë për mediume, diku në ora 17 sot, dhe presim që në këto konferenca të marrim informacione të sakta për statusin e këtyre punëtorëve, firma e cila ka qenë duke punuar ato, a ka qenë nën kontraktor apo kontraktor, e tjera, kështu që këtu mbesim të sqarohen sot diku rreth orës 17, s'po ne presim që kështu të jetë. Sa përket komunitetit shqiptar, mund të themi se edhe ambasada e Kosovës së mbrëm rreth orës 17 e 10 minuta ka lëshuar një deklarat, një letër, themi kështu, letër ngushëllimi për familjarët e viktimave, por ajo që ka është mirë të thuhet është se jo vetëm shqiptarët, por edhe nacionalitetet tjera, e sidomos austriakët. Nëse shikojmë komentet në për portalet të ndryshme, do thotë kemi komentet të cilat shprehin keqardhje, ngushëllime, etj. Do thotë këto tragedi, s'paku në Austri, nuk janë të përkufizuara vetëm në aspekti nacional, edhe pse neve na prek më shumë, mirë po këto përfshin edhe një aspekt shumë të gjerë njerëzor. Dhe kjo është e mira